Din qysh ndihem unë sa mirë, sa shumë gëzohem që këngëtarët e ri po i marrin këngët e mirë fillta, edhe po i këndojnë, edhe po i interpretojnë shumë bukur. Absolutisht. Bile shumë shpesh po ju thom, ju këngëtarët e ri po na rrehni shuplak neve, pse bre po i kënani këngë shumë bukur. Kanë këngë që kanë shumë vite, e kanë bjetu. Po. E po, me që e përmenë Negjin, më ktheve, tash me gjithatë të fillimet tua, kush të ka shtyrë ose të ka mbështetë më shumë në fillimet tua kështu? Se tash flasim për 40 vjet karrierë. Motra ime e dytë me radh, ajo merrte pjesë në përdit shkollës, këndonte, kur i ndihmonte nanës rreth punëve të shtëpisë, i këndonte këngët e Liri Rashës. A, Liri Rashës. Po. Edhe unë e ndëgjoja, po kur e kam pas një talent që nëse një herë veç e kam dëgju tekstin, që tash s'po ndodh ashtu, po i harroj pak. Janë mush fajlat pak. Po, nëse një herë e kam dëgju tekstin, unë e kam mësu me një herë tekstin. Edhe kur u largoj ke motra, unë e thësha po di me knu si kur ajo. Edhe knojsha këngë. Sepse Negji në ato periudha ka qenë shumë aktiv, ka qenë në shoqërinë e Rilindja, edhe shumë pak i ka ra me nejt në shtëpi. Po ma vonë, kur unë e fillova me u rrit pak, Negji rrinte në shtëpi, edhe u bëjshim grup, edhe këndojshim këngë të marrura nga Shqipëria nan, që edhe sot i dua ato këngë. Edhe vllau jemi dytë, ai ka qenë të jetën është marrë me sport, por me një zë bas, tekstet e këngëve të gjitha i dinte bile ma mirë se ne. Gati një farloj polifonie ju Po, në shtëpi. Edhe nga një herë i thoj shumë, mos janis shumë mollë se po na e prish. Motër. Kujdes se mu më kanë tiraj dardushi me knu. Dhe me thonë për shroja ka qenë, sidomos e babës tim. Babës. Baba ka qenë një jurist, një njeri intelektual, i shkolluar, që e kom pas për krajen më të madhe prej ti, mandej normal prej familjes. Do më thane mori me shumë qef, me shumë dashuri babaj që po. Me shumë dashuri, edhe ka vdek edhe ka shku, po fatkeqësia e ime është që një amanet ma la dhe që ato si akum kry, po besoj që Zoti ma dha shansën që kom ja kry dhe ata amanet. Po nana qa thoshte kur fillove me këndu? Nana ka qenë shumë i ka dash djemët. Si zakonisht, vajza e babit, djemët e nanës. Unë e me Negji i kam dikon në ofër ma shumë se 12 duete. Edhe kur ja qoj shumë kangën që e ndëgjoj, mire dhe ti. A mire dhe ti? Mire dhe ti, Negji shumë bukur po kënan. Nuk kam qa me të bo, mos u idhna se Negji po kënan ma bukur se ti. Ganimete, cila ka qenë kënga juaj e parë që ju bani të dukshme, ose që ndjeve vetën këngëtare e vërtet? Kënga e parë që e kam incizu, ka qenë kënga në Radio Prishtinë. Në Radio Prishtinë në atëhershme, ka qenë kënga e mirje, moj qik tropoje. Po unë e kum pas këthy se na do fke me i cenzuru pak, po qik Kosove. Edhe aty ishte një u përmend ke fjala Shqipon. Edhe kur u përmend ke fjala Shqipon, krejt publikun kam. Me qatë këngë e kam pas fillimin, mas ne i shot Galice e shumë këngë të tjera Ganimet Tërbeshin, mos të haroj se kam këndu, po se cila këngë e ka veçantine vetë që mëri këthen edhe me kujton diçka. Po ishte kjo që në realitet u bërë e dukshme me po, sepse këndova dhe në Kosovarja këndon, kështu që... Ka qenë kohëra tjera pak, ha? Si ishte të ishe këngëtar edhe femër në atë periudhë? Kanë qenë kohëra shumë të bukura, të mira, po dhe me të vështira se tash. Edhe të vështira. Më të vështira kanë qenë se ka qenë shumë ma vështirë me mbri, me bo amër. Me i qizu në Radio Prishtinë. Do me thonë, sa filtrat jënë ba, është dasht me qenë këngëtare, pikspare, dhe mentaliteti pak. Edhe mentaliteti. Po ne i kemi pas... Ajo tabuja. Po ti ke shku me vlau, në mi mirë ka qenë. Edhe ka qenë
na kanë hap rrugën fatmirësisht këngëtarët më të vjetra se ne, dhe mandej ne pak e kemi pas ma letë, veç pak. Ishte Kosovarja këndon ajo që në realitet ishte një trampolinë e mirë për këngëtarë në atë periudhë. Po kënga që të ka shënu më shumë të në publik, shtu. Në tërë karierën, që ta kërkojnë më shumë, që është dje më shumë, që është... Kënga 2 vjetë, që dhe sot e kësaj 2 vjetë në ty më ndoj, që 2 vjetë pas te e shkoj. Kënga 2 vjetë që më identifikon, por mandej vinë këngët Angjelush, këngët Dashurie fshehur, unë e negji që u shpërblym, kënga Frymojer, po kam shumë këngë të cilat më identifikojnë, edhe mbaret kush si e sheh, edhe kush cilën këngë e donë ma shumë. Po kam shumë tituj. Edhe janë shumë tituj, nuk mund të thësh vetëm kjo duar trokitet, veç... Sa ka qenë e vështirë Gane me rujt stilin tanë, për shkak të ndërimit të kohrave, dhe për shkak të edhe zhanreve të ndryshme, që prominojnë me kohën, ndryshojnë, se je mbrojt shumë sukses shumë për i kësaj. Jam përpjek që me i ru vlerat e mirëfeltat këngës shqipe. Edhe me ju lën një bagazh, si kuron që e kom këthy një kaset, për shambull të Fitnet e Regjës, me mja kuptu tekstin, edhe me këndu, edhe me shiju, që edhe generatat të reja t'i marin këngët e mija dhe t'i ripërpunojnë. Thjesht, jam përpjek me lën një trashëgimi të bukur, edhe për mu kur s'ka qenë e rëndësishme parja, kur s'ka qenë, kur ka qenë e rëndësishme që unë me majtë familjen vetëm para luftës, kur unë edhe bashkëshorti em kemi qenë... Të pa punë. Ishte kënga ajo që në mbante? Ishte kënga ajo që në mbante. Mos me lëna të dhe une me... Edhe, po une kur nalna me analizu para luftës, është bërë arto njeri, pa institucionet tona, është bërë artë, sepse edhe me këngë Shqip është valzu, edhe me këngë Shqip kanë ditë me shiju dasmën e vitin e ria hengun, edhe të gjitha, unë po mendoj që i faj është e ne, sepse qka pju plasojmë ne publikut, ata po e marrin si për të mirë qenë. Ushqim shpirtëror, po astaj se e përzim ka pak, edhe nështu të kjo, se prap valzohet me ato këngëtuajat bukura të gjithve, kështu këngëtarve të mirë filt. Po të kjo rujtja edhe stilit, edhe artistikës, edhe e traditës, edhe e ke punu vetë, po edhe me ekip, ha? Pa tjetër. Si, me kane ke diskutu mas shumë të gjatë këtyre viteve, të krimtarisë bujshme, se edhe 90-99, edhe për bjetes, po edhe për koncertet bukura, për paraqitjet bukura, është punu shumë, edhe keni punu shumë, pa fundësisht. Në krejt të vite, cili ishte ekipi që i diskutonit, edhe që... Për shembull, kur kemi shku të Naim Krasniqi, Negje dhe Ismeti i kanë thonë Naimit që na dojmë këngë Shqip. Edhe a i ka thonë, unë s'di tjera me punu.